Në një emision televiziv, opinionisti Arbëra Hajdari ka ndarhapur mendimet e tij për bashkëpunimet profesionale dhe raportet personale. Ajo shpreh se pas eksperiencave me dy kolegë të ndryshëm të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, moderatorin Ledion Liço dhe Arbana Osmani, me Ledionin ai ndihet më mirë dhe gjen veten më shumë se me Arbanën. Unë kam kaluar goxha kohë me të dy prej tyre, sigurisht që mendoj që janë të dy profesionistë, por unë kam gjetur më mirë veten me Ledionin. Unë me Ledionin kemi arritur në një nivel komunikimi që nuk flasim fare, gjatë gjithë kohës komunikojmë vetëm me sy. Ledionin më pëlqen sepse është një njerëz që të dëgjon mendimin, e respekton mendimin pavarësisht se si mund të jetë kundër tij, dhe është shumë i edukuar dhe kur ka dëshirë të kundërshtojë mendimin. Më tutje, Arbri theksoi rëndësinë e komunikimit dhe respektit në punë, duke treguar se raportet që ndërtohen mbi besim dhe mirëkuptim bëjnë diferencën në çdo bashkëpunim. Kudo në rrjet, pas kësaj deklarate kanë plasur komentet se ky është një thumbi drejt për drejt për ish moderatoren Arbana Osmani, të cilën do ta shohim sërish në një rikthim televiziv në një tjetër super spektakël. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.